Në këtë edicion do të ndiqni. Patrullimet me veturë inteligjente në Gjakov po sjellin rezultate në komunikacion. Shtëpia për të moshuarit drejt përfundimit në Gjakov, së shpejti në funksion të pensionistëve. Handballistët e Shqiponjës ja kanë dalur mbrëm të përmbyllin suksesshëm ndeshjen ndaj Stogut, duke u kualifikuar në finalen e play-offit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Si në shumë qendra të Kosovës, edhe në Gjakov po realizohen patrullimet me veturë inteligjente me qëllim të ngritjes së kapaciteteve operative që synojnë rritjen e sigurisë në komunikacionin rrugor. Ekipi ynë është bashkuar zyrtarëve policor në një shëtitje gjatë patrullimeve për të parë nga afër se si realizohen patrullimet me këtë automjet. Në kuadër të avancimit të monitorimit të komunikacionit rrugor, Policia Rajonale e Gjakovës për disa kohësh ka vënë në funksion veturën inteligjente, e cila përmes teknologjisë të avancuar arrin të identifikojë në kohë reale kundërvajtje të ndryshme në trafik. Ekipi i televizionit Syri ka qëndruar në terren bashkë me zyrtarët policor për të parë nga afër funksionimin e këtij sistemi modern, i cili tashmë po përdoret gjatë patrullimeve të rregullta në rrugët e rajonit. Vetura inteligjente është pajisur me kamera dhe sistem të integruar që mundëson identifikimin e automjeteve që bëjnë tejkalim të shpejtësisë, parkime të parregullta, qarkullim me regjistrim të skaduar, por edhe automjeteve të raportuara si të vjedhura. Sot kemi filluar me detyrë zyrtare, jemi duke bërë monitorimin e komunikacionit me veturë inteligjente, siç e shihni, vetura inteligjente identifikon çdo kundërvajtje në lëvizje, identifikon kundërvajtjet për regjistrim, tejkalim shpejtësie, parking gabun në mënyrë të parregullt, identifikon edhe veturat e vjedhura nëse mund të haset ndonjëherë në rrugë. Është shumë efikase në monitorimin e komunikacionit, për shkak se bën identifikimin në kohë reale dhe të njëjtat ju dërgohet kundërvajtja me post pronarit të veturës. Përveç identifikimit automatik, kundërvajtjet mund të printohen menjëherë nga njësia policore në terren dhe më pas t'i dërgohen pronarit të automjetit në adresën e tij. Kjo është shumë efikase në identifikimin e kundërvajtjeve. Gjithashtu bën edhe identifikimin me foto, ku e njëjta identifikohet menjëherë, edhe kundërvajtja printohet menjëherë nga ne në veturë, edhe i dërgohet në adresë të pronarit veturës si dëshmi e kryerjes së kundërvajtjes. Gjatë patrullimit që ndoqi ekipi ynë, sistemi inteligjent evidentoi edhe një automjet që po lëvizte me tejkalim të shpejtësisë. Brenda pak sekondash, kamerat identifikuan targat e automjetit, lokacionin dhe shkeljen e kryer, duke mundësuar procedimin e menjëhershëm të kundërvajtjes. Këtu menjëherë është identifikuar një veturë duke bërë tejkalim shpejtësie, identifikohen targat në mënyrë të qartë, identifikohet vetura edhe me video, kur si dëshmi që e bën tejkalimin e shpejtësisë, edhe me lokacion, dhe menjëherë të njëjtës i printohet kundërvajtja dhe dërgohet në adresë të pronarit edhe kjo kundërvajtja. Përmes lidhjes direkte me databazën policore, vetura inteligjente arrin ta zbulojë edhe automjetet me regjistrim të skaduar, duke shfaqur automatikisht të dhënat e pronarit dhe afatin e regjistrimit të mjetit. Këtu vetura inteligjente na identifikon veturën që është me regjistrim skadum, identifikon menjëherë pronarin e mjetit, datën nga koha kur i ka skaduar regjistrimin dhe gjitha danat e veturës, të cila është e lidhur me databazën e policisë dhe danat na jep në kohë reale. Me profesionalizëm dhe përkushtim në terren, zyrtarët policor po vazhdojnë angazhimin e tyre për rritjen e sigurisë në komunikacion dhe zbatimin e rendit në rrugë. Përdorimi i teknologjisë moderne si vetura inteligjente po konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt një monitorimi me efikas dhe një sigurie më të madhe për të gjithë pjesëmarrësit në trafik.
Projekti Shtëpia e të moshuarve në Shkugës është drejt finalizimit dhe së shpejti do të jetë në funksion të pensionistëve për qëndrim ditor dhe aktivitetet tjera përcjellse. Drejtori i Shëndetësisë Lulzim Goçi tha se kjo qendër ishte e domosdoshme për komunitetin e pensionistëve, me qëllim që dita e tyre të jetë e mbushur me shumë aktivitete që përmirësojnë mirëqenien e kësaj grupmoshe. Shtëpia për të moshuarit në Gjakov është drejt finalizimit dhe pranimit teknik i objektit pritet të bëhet së shpejti. E ndërtuar në parkun e Shkugzës, në këtë shtëpi është planifikuar të ketë qëndrim ditor për moshën e tretë. Për fazën e të cilën ndodhet aktualisht ky objekt, ka folur drejtori i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Gjakov, Lulzim Goçi. Ashtu që dini tashmë një lokacion shumë të përshtatshëm do të thotë në Shkugës, është në fazën përfundimtare ndërtimi i shtëpisë për të moshuarit, është një vendosur në një lokacion shumë të përshtatshëm për të moshuarit. Ideja e ndërtimit të kësaj shtëpie është që do të mundsoj akomodimin ditor të moshuarve të komunës së Gjakovës. Drejtori Goçi gjithashtu foli edhe për mundësitë që do të ofrojë kjo qendër. Në këtë shtëpi do të kenë mundësi që ata që frekuentojnë këtë qendër të kenë aktivitete ashtu edhe rekreative, do të jetë një kinema, do të ketë loja, shaho, dhe gjithçka tjetër që do të jetë në dobi në mënyrë që ata ta kalojnë një ditë sa më të mirë në këtë qendër. Fillimet e punimeve për ndërtimin e shtëpisë të moshuarve në Shkugës janë përuar me 29 maj të vitit 2024, projekti i cili është financuar nga Komuna e Gjakovës me një kosto rreth 480.000 euro. Në shkollën e mesme të Ullët Mazlum Këpuska sot kishte fest. Nxënës, mosimdhënës dhe plot të ftuar të tjerë festuan për sukseset e këtij viti shkollor, duke shijuar performancat e disa nxënësve pjesëmarrës në programin festiv. Në tingujt e mbretëreshës së instrumenteve muzikore, u mirëpritën mysafirët për nder të festës së shkollës fillore Mazlum Këpuska. Pas melodis, fshihet nxënësja Alea Raci që tregoi për përshtypjet e kësaj feste. Unë sot ku marr pjesë me violinë, ku luaj me violinë për nder të festës së shkollës. Sot ka qenë shumë kënaqësi për me marr pjesë në këtë festival për ta nderuar shkollën. Po ashtu, për këtë festë foli edhe drejtoresha e shkollës, Jeta Bakalli. Për 71 vite me radhë, kjo shkollë ka qenë një vatër ku janë formuar gjenerata të tëra nxënësish, të cilët sot janë qytetarë të devotshëm, profesionist, të suksesshëm dhe kontribues të çmuar në shoqërinë tonë. Çdo klasë, çdo korridor dhe çdo libër në këtë shkollë mbart histori, pune, sakrifice dhe ëndra të realizuara. Të pranishëm në këtë organizim ishin stafi i shkollës, nxënësit, prindërit e pjesëtarët të KFOR-it, si dhe ish mësimdhënës, të cilët shijuan disa nga pikat e programit festiv, si korin e shkollës, dojet e instrumentale, poezi dhe të tjera. Nxënësit e shkollave të mesme të larta në Gjakov u bën pjesë aktivitetit të përvitshëm dhënia e ndihmës së parë që organizohet nga Kryqi i Kuq Stega në Gjakov. Aktiviteti kishte karakter garues dhe vendin e parë e rrëmbyen nxënësit e shkollës së mesme të lartë të mjekësisë Hysni Zajmi. Nxënësit e shkollave të mesme të larta në Gjakov u bën pjesë e aktivitetit të përvitshëm dhënia e ndihmës së parë i organizuar nga Kryqi i Kuq Stega në Gjakov. Ky aktivitet kishte për qëllim ngritjen e vetëdijes dhe aftësive praktike të të rinjve për ofrimin e ndihmës së parë në raste emergjente. Sekretarja e Kryqit të Kuq Stega Gjakov, Flanza Bakia Lama, tregoi më shumë rreth rëndësisë dhe organizimit të këtij aktiviteti. Sot mbahen garat e ndihmës parë me nxënësit e gjitha shkollave të mesme të komunës tonë. Këto gara përmbahen për nder 8 majit, ditës ndërkombëtare të Kryqit Kuq. Vendi i parë sot që fiton, ajo shkollë e cila fiton, do të merr pjesë në garat regionale. Nëse fitojmë atëherë vazhdojmë edhe në garat republikane. Po ashtu nxënësja Tuana Morina nga Gjimnazi Hajdar Dushi foli për rolin e saj dhe vlerësimin që i bëri këtij aktiviteti.
Roli im në këtë aktivitet ka qenë një kalimtare që kemi parë një person të lënduar që ka pas humbje jete dhe roli im ka qenë të ndihmojmë atë dhe ky aktivitet ka qenë shumë i rëndësishëm për të gjithë brezat për arsye sepse tregon që ne si individ duhet ju ndihmojmë të tjerëve. Aktiviteti kishte karakter garues, ndërsa vendin e parë rrëmbyen nxënësit e shkollës së mesme të lartë të mjekësisë, Hysni Zajmi. Organizata komunale e pensionistëve në Gjakov është duke bërë përgatitjet e fundit për organizimin e pushimeve verore për pensionist në periudhën kohore qershor-gusht 2026. Nga kjo organizat bëjnë të ditur se pushimet organizohen në Bregdetin shqiptar, saktësisht në Velipoj. Organizata komunale e pensionistëve në Gjakov ka bërë përgatitjet e fundit për organizimin e pushimeve verore për pensionistët gjatë periudhës qershor-gusht 2026. Pushimet edhe këtë vit do të organizohen në Bregdetin shqiptar, përkatësisht në Velipoj. Kryetari i organizatës komunale të pensionistëve në Gjakov, Shefqet Porina, tregoi më shumë rreth këtij organizimi. Edhe këtë vit kemi kontaktu me përfaqësues të hoteleve në Velipoj, ku neve zakonisht shkojmë për çdo vit, kemi marrë ofertën prej tyre. Mu ka duk që oferta ishte shumë e favorshme për pensionistët tanë, sepse vlerat monetare, pra çmimi kushtues i ofertës, është i njëjtë me ata të vitit kalum. Konkret, vitin e kalum e kemi pas pensionin e plot 3H, 3 vakte, pithojnë me mëngjes drek darkë, me 28 euro. Po, fatmirësisht, pronari ka tërgu me kuptim, edhe si vjet nuk në ka ndryshu atë çmim dhe të njëjtin çmim e kemi edhe për si vjet. Morina bëri të ditur edhe periudhat kohore kur do të realizohen pushimet për pensionistët. Për momentin, bëhet prej pensionistëve që janë të interesuar, ne shkojmë në 2 periudha kohore. E fillojmë me 20 maj deri me 5 qershor, çmimi është më i arsyeshëm, 26 euro 3H, 3 vakte. Ndërsa nëse paraqiten pas datës 6 qershor, deri me 6 korrekt është për 4 euro më shumë, pra është 30 euro. Sipas tij, të gjithë pensionistët e interesuar për këtë udhtim mund të paraqiten në zyrat e organizatës për të informuar më detajisht dhe për të bërë rezervimin me kohë. Të gjithë të interesumt mujnë me u paraqit të ne në këto zyre ku neve zakonisht punojmë. Orajnë e punës e kemi prej orës 10 deri në ora 14, çdo ditë punë jemi këtu, mund të paraqiten lirisht edhe evidentohen në bazë të numrit të interesuarve, ne masnani shkojmë me këto organizimet tona. Kryetari i OKPG-s foli edhe për çmimet të transportit, duke treguar nëse do të ketë apo jo lëvizje të çmimeve për këtë sezon veror. Vitin e kaluar kemi pas 15 euro për vajtje dhe ardhje, pra me shku dhe me ardhë. Si vjet, ndoshta do të tregon mirë kuptim që ta kemi çmimin e arsyeshëm, nuk mund të them se është 15, por diku lëvizte 20 euro për me shku dhe me ardhë. Nga organizata komunale e pensionistëve në Gjakov, u bëhet thirrje të gjithë pensionistëve që të paraqiten me kohë për rezervimet, në mënyrë që organizimi i pushimeve të zhvillohet sa më mirë. Edhe kjo fundjavë në kinema Hyria Hana do të jetë mbushur me filma të zgjedhur për secilin grup mosh. Premiera e filmit The Ship Detectives do të shfaqet sonte, por edhe të shtunën në orën 20. Ndërkohë krahas premierës, edhe filmi shumë i kërkuar Karma do të zë vendin në listën e filmave të planifikuar gjatë orarit javor të kinos. Duke ndjekur ritmin e kinematografisë moderne botërore, Kino Hyria Hana në Gjakov ka krijuar tashmë identitetin e saj, si një hapësirë ku të gjitha adhuruesit e botës së filmit mund të ndjekin premierat e filmat e shumt. Me një repertuar të pasur nga zhanre të ndryshme dhe filma për çdo mosh, çdo javë ekrani gjigant i kinos sjell emocione dhe përvoja të reja për adhuruesit e filmit.
Një lloj do të jetë edhe vikendi, ku do të shfaqen 2 premiera, The Ship Detectives dhe Karma. E premta fillon me premierën e filmit The Ship Detectives në ora 18 dhe përmbyllet me premierën Karma, që shfaqet në ora 20. Sa i përket të shtunës, zhanre të ndryshme janë përzgjedhur, duke filluar me filmin The Super Mario Galaxy Movie, që shfaqet në ora 13, Karma ora 16, The Devil Wears Prada 2 në ora 18 dhe dita përmbyllet me filmin The Ship Detectives ora 20:30. Ndërkaq ditën e diel, për adhuruesit do të shfaqen 4 filma, duke filluar me filmin Hoppers ora 13, filmin The Super Mario Galaxy Movie ora 16, Michael ora 18 dhe dita përmbyllet me shfaqjen e filmit The Devil Wears Prada 2 ora 20:30. Futbollistët e vllazнимit janë duke bërë përgatitjet e fundit që të shtunën pasdite në stadiumin Shaninushi të presin futbollistët e Vjosës. Kjo përballje është shumë rëndësishme për kuqezinjt, të cilët presin të triumfojnë nga kjo sfidë, pasi kanë mbetur edhe 3 betejë deri te rikthimi në Super League. Klubi i futbollit Vllaznimi do të vazhdojë garën për inkuadrim në Super League të shtunën në Gjakov ndaj klubit të futbollit nga Shtimja, Vjosa, me fillim nga ora 16. Kjo ndeshje do të jetë interesante pasi që Vllaznimi do të synojë gjithsesi fitoren që të njëjtin synim ka edhe ekipi nga Shtimja, duke blinduar mesin e tabelës. Në këtë ndeshje, Vllaznimi do t'i mungojë mbrojtësi Viktor Kuka, i cili në ndeshjen ndaj Tefik Çangës u ndëshkua me karton të kuq. Në ndeshjen e kaluar, Vllaznimi mposhti Vjosën 2-3, rezultat që tregon se Vllaznimi nuk do të jetë i relaksuar në ndeshjen e nesërme. Handbollistët e Shqiponjës ja kanë dalur mbrëm të përmbyllin suksesshëm ndeshjen ndaj Stogut, duke u kualifikuar në finalen e play-offit. Vajzat e Shqiponjës në finale do të përballen me handbollistët e Samadregjës. Vajzat e klubit të handbollit Shqiponia kanë siguruar finalin e play-offit duke mposhtur në gjysmëfinalin e dytë i Stogun me rezultat 24-28. Në ndeshjen e luajtur mbrëm në Banj, handbollistët gjakovare ishin më të mira, ku pjesën e parë mbyllën me 1 gol përsi, 14-13. Kurse në pjesën e dytë, Shqiponia arriti këtë përsi në 4 gola, duke siguruar një vend për luftën e trofeut. Kapitenja Alma Nivukazi udhëhoqi gjakovarët me 8 gola, e të vendaset u dallua Gjonje dhe Olikaka, që i shënoi 15. Shqiponia do të përballet me Samadregjën në finale, ku kampionit i duhet të fitojë 2 ndeshje. Kosova do të ketë kampion të ri të vajzat, sepse Istogu ishte kampion e edicionit të kaluar, që në këtë sezon u ndal në të 2 ndeshjet nga Shqiponia. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Patrullimet me vetur inteligjente në Gjakov po sjellin rezultate në komunikacion. Shtëpia për të moshuarit drejt përfundimit në Gjakov, së shpejti në funksion të pensionistëve. Handbollistët e Shqiponjës ja kanë dalur mbrëm të përmbyllin suksesshëm ndeshjen ndaj Stogut, duke u kualifikuar në finalen e play-offit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.